Siç e dini, kemi një proces rekrutimi shumë dinamik. Kemi vijuar fazën e parë të rekrutimeve, kemi 3 faza rekrutimesh, 3 procese rekrutimesh gjatë vitit. Është përmbyllur faza e parë me 252 fitues të shpallur këtë muaj dhe që kanë filluar sot stërvitjen në qendrat tona stërvitore, me një shpërndarje në mbarë gjeografinë e vendit, që është e vërteta, duke dëshmuar edhe aftësinë tërheqje të vokacionit ushtarak, sepse nëse konsiderojmë 14 mujorin e fundit dhe me këtë prurje të re të këtyre ditëve, praktikisht janë shtuar forcave të armatosura 1000 personel aktiv. Dhe kemi në plan që të vijojmë me fazën e dytë në mars, në prill, me 200 kota të tjera dhe projeksioni pastaj me 400 rekrutime të tjera në gjysmën e dytë të vitit. Një tjetër lajm që konfirmon këtë elementin tërheqjes të vokacionit ushtarak është edhe ulja e largimeve me 70% në krahasim me vitet e kaluara. Sikundër kemi dhe fillimin e rikthimeve. Ju e dini që ndër vite shumë ushtarak kanë dalë në rezervë apo në lirim për arsye kryesisht të pagave apo të vështirësisë të veçurisë në karrierë. Ne kemi mundësuar së bashku me shtabin e përgjithshëm dhe qeveria ka marrë një vendim për ta mundësuar rikthimin në forcë aktive. Sapo janë rikthyer, pra janar shkurt 48 ushtarak që kanë kërkuar të rikthehen. Nuk janë vetëm oficer, vetëm 4 oficer, 39 oficer dhe 14 ushtar detar aktiv. Dhe parashikojmë që në 10 mujorin që vjen të na rikthehen po aq ushtarak edhe njerë duke përbërë një dëshmi të kësaj aftësie tërheqëse të forcave. Elementi tjetër për burimet njerëzore, komponenti rezervist, ka filluar rekrutimi rezervistëve. Synojmë të kemi 363 rezervistë të vit dhe ta mbajmë këtë ritëm në çdo vit pasues. Në të gjitha specialitetet kërkojmë mjek, specialist telekomesh, inxhinier, xhenio, detari, sikundër dhe në elementin pedagogjik të akademisë apo të kolegjit të mbrojtjes. Për ta bërë përfshirje në forcën rezerviste edhe më tërheqëse, këtë vit kemi vendosur që ta shoqërojmë kontratën e komponentit rezervist edhe me bursa dhe ta fillojmë me mjekët, me të rinjt që kërkojnë të bëjnë specializime në mjekësi. Ju dini që ndër vite Ministria e Mbrojtjes e ka ofruar si program, por risia këtë vit është që e bashkëngjisim me politikën tonë në mënyrë që këta të rinj që kërkojnë bursa specializimi të mund të bëhen pjesë gjithashtu e komponentit rezervist. Elementi i fundit për pjesën e rekrutimeve dhe pjesën e kapitalit njerëzor, fillojmë këtë muaj procedurat për rekrutimin e kadetëve, studentëve të shkollës aviacionit. Aplikimet do të jenë të hapura qoftë për aktivët, forcat aktive, pra individët me uniform, qoftë për të rinj nga bota civile që përmbushin kriteret. Do të përzgjidhen fillimisht 40 vet, do të kalojnë një testim rigoroz dhe nga ta do të dalin një grup prej 10 kadetësh të cilët do të përzgjidhen dhe do të dinështrojnë pastaj të gjithë kurikulës 18 mujore për të certifikuar si pilot. Helikopterët stërvitor janë porositur, janë prodhuar, presim që të na vinë për gjatë muajit maj në vendin tonë, ku do jetë dhe momenti i fillimit zyrtarisht të formimit të kadetëve të përzgjedhur. Kjo më jep mundësinë që të them dhe disa fjalë për fokusin tonë në rritjen e kapitalit njerëzor për industrinë ushtarake. Siç e kemi bërë publike në fillim të vitit, parashikimi ynë në këtë vit është që të kemi 326 vende pune. Kanë filluar rekrutimet posaçërisht për pjesën e municioneve, pjesën e prodhimit të uniformave dhe pjesën e prodhimit të dronëve. Nga këto 326 vende pune, 49 janë inxhinier, 68 janë teknik që synojmë t'i marrim kryesisht nga shkollat profesionale, nga më të mirat në vend. Pastaj ka dhe element mbështetës financiar, ekonomist dhe jurist. Dinamika e rekrutimeve në fakt lidhet ngushësisht me
afatet që I kemi vendosur vetes dhe 4 kompanive të prodhimit për të bërë ato prodhimet e para në 6 kontratat e nënshkruara. Fillimisht në mes të prillit nis linja e asamblimit të sistemeve të dronëve quadcopter dhe kemi 12 inxhinier dhe personel teknik që po I rekrutojmë aktualisht dhe së bashku me ekipin e Kajos, kompanisë shtetërore, ekipin e Agjencisë Industrisë së Mbrojtjes dhe Akademinë e Forcave do shkojmë të bëjmë ato turet njohëse, qoftë në fakultetet në Universitetin Politeknik apo fakultetet të tjera me programe të kësaj natyre dhe të shkollave profesionale në mbar vendin, sepse siç e thash, rekrutimi I suksesshëm dhe përgatitja e suksesshme dhe stërvitja trajnimi I suksesshëm lidhet ngushtë edhe me fillimin e linjave të prodhimit. Pra në prill kemi dronët në uzinën e autotraktorëve. Në maj përfundon ndërtimi I fabrikës së tekstileve, puna ka filluar për ndërtimin e fabrikës në zonën e Babrus për prodhimin e uniformave me produktet e para të porositura, linja e prodhimit ka mbritur dhe janë bërë dhe porositë e para dhe synojmë që të kemi prodhimet fillimisht për Policinë e Shtetit që ka një element të ngutshëm dhe duam të trajtojmë sa më parë dhe njësitë e veçanta të forcave të armatosura. Korriku është data që I kemi vendosur vetes për fillimin e prodhimit municionit, paktën municionit të parë, në mënyrë që linja e prodhimit I nënshtrohet pastaj certifikimit nga Agjencia e Industrisë së Mbrojtjes dhe të mund të fillojnë pastaj prodhimet sipas kalibrave. Një element tjetër I rëndësishëm që ilustron atë që thash pak më parë, pra dëshira jonë dhe synimi ynë që të integrojmë industrinë tonë që ka rifilluar me zinxhir të furnizimit dhe me kompanitë lider në Europë të prodhimit ushtarak. Kompania Timac Defense sapo ka nënshkruar një marrëveshje me një kompani B të gigantit gjerman Rheinmetall, më saktë me prodhuesin MAN për sa I përket mjeteve të transportit të komandës mbështetëse. Pra kjo është një dëshmi se si ne në zinxhirin ton kemi dhe përfshirjen e kompanive të mëdha. Kjo na mundson dy gjë, para një produktet të jenë të certifikuara, certifikimi lidhet dhe me aftësinë për të eksportuar dhe elementi I tretë është dhe transferta e njohurive, transferta e teknologjive në mënyrë që 4 kompanitë tona prodhuese të mund të jenë sa më të konkurrueshme dhe cilësore në treg, jo vetëm në furnizimin e forcave, po edhe, siç e thash, për eksport. Elementi I fundit për t'ju përditësuar për industrinë është përmbyllur negociata paraprake me Fincantierin. Në ditët në vijim do miratohet në qeveri edhe autorizimi ynë që ta themelojmë kompaninë e përbashkët me Fincantierin për prodhimin e anijeve në Pashaliman. Një përpjekje domethënëse mbi një vit e gjysmë praktikisht që punojmë në këtë drejtim dhe një arritje do të thoja unë qoftë e forcës detare shqiptare, qoftë edhe e ekipit të Kajos që ka në drejtimin e zëvendës ministres kanë çuar përpara këtë negociat. Pra këto janë në mënyrë të përmbledhur fakte konkrete, ecuri konkrete qoftë për projektet e industrisë, kapitalin njerëzor, emergjencat civile dhe bashkëpunimin ndërkombëtar të mbrojtjes. Të gjitha këto përpjekje patjetër që shkojnë në të njëjtin drejtim, forcimin e kapaciteteve, forcimin e rolit të Shqipërisë, mbrojtjen e interesit të Shqipërisë në rajon dhe të gjithë shqiptarëve në rajon, për të kontribuar në një mënyrë sa më serioze dhe të kemi një vetbesim edhe më të madh të aftësive tona. Tash I kreti gatshëm që të marr pyetje nga ju dhe së bashku me ekipin të t'ju përgjigjem. Përshëndetje.
Ledina Elezi, Televizioni Skan, pyetja parë është për Bordin e Paqes. Gjatë mbledhjes së inaugurimit të Bordit të Paqes, presidenti Donald Trump theksoi se Shqipëria dhe Kosova do të jenë 2 nga 5 vendet që do të dërgojnë trupa ushtarak në Gaza. Pyetja ime është për sa trupa ushtarak bëhet konkretisht fjalë dhe çfarë mbështetje do të sigurojnë, pra çfarë kontributi do të japin në forcën ndërkombëtare të stabilizimit të Gazas, apo nuk është përcaktuar akoma numri i trupave dhe detajet e tjera.